Mirësie. Shoku, duke përfunduar për tribuna veriore. Që kemi ndarë veri, e veriu ka tribunë më të bukur. Po këtu do jetë pastaj prapë edhe këtu. Ja njerëz në këmbë. Ulur. Jo, në këmbë. Kjo është këtu në këmbë dhe tribunat janë ulur. Aty është e globi. Aty është globi, po. Po bëjnë kubin tani, pastaj është pjesa tjetër. Po sa punë ka akoma si Pjesa e strukturave mbaron sot nesër në drejt maksimumi. Strukturat, flas çan kulla ndriçimi mbarojnë sot të gjitha. Çdo gjë deri te do të ketë përfunduar çdo gjë. Se fillojnë pastaj bëjnë provat për ndriçimin e për dritat, për lazerat. paralelisht tani punojnë ekipe ditë-natë, 24 orë. Është gjithë teknika që rajoni siguron, sepse është teknikë shumë e vështirë për të gjetur, sepse gjithë bota punon shumë me domos kontinent. Kërkon një impenjim të jashtëzakonshëm. Kjo ka kapacitetin për 60.000, 30.000 ulur, 30.000 e saj dhe 30.000 Stafi tek ekipi I artistit. Ky është një event I organizuar tërësisht nga grupi privat. Partner shqiptar, gjerman, turq që kanë marrë përsipër gjithë të ndërmarrje kolosale. Dhe shteti shqiptar është detyruar të ndërhyjë vetëm dje për të dhënë jo 10 miliona euro siç thon sorrat dhe korbat e bulevardit, po 4 milion deri tani që flasim më shumë se sa ata që blen biletat dhe erdhën për finalen e Conference Ligës. Ky event, nëse do të mbetej paralizuar, do të ishte një mundësi më pak për ekonominë e kryeqytetit. Sepse ata mira njerëz sjellin një impakt ekonomik të menjëhershëm, por sjellin dhe një impakt ekonomik hap pas hapi. Mr. Prime Minister, this is Steve from Turkey. Hey, how are you? He is in charge for the North Tribune and the Globe, the Cube. So you are going to finish soon. Pjesë e mirë e njerëzve të cilët edhe disinformohen, nuk e kuptojnë rëndësinë që ka ky event, rëndësinë që ka kjo ndërmarrje, jo vetëm nga pikpamja